Tashi X60 me competition është super bish. Shumë e shpejt, edhe më zor pres të provoj këtë motor te M5 F90. Performancën nuk ka lidhje me Forestrat, me këtë performancë që ka kjo. Në vit drejt, shumë e shpejt, shumë mirë në kthesa, s'ka body roll fare edhe t'jep shumë confidence. I ka gomat e mira edhe duhet me pas këto makina performance, për herë duhet me pas gomat mira. Gomat janë kryesore, ato e bën kontaktin me rrugën, pas pate gomat mira, nuk ke gjë për vije. Është pak e fort në amortizim, edhe në komfort është e fort. Jo se është keq, e përdorshme është, po është predh. Kështu si mungo gjë fare, pastaj përpara është më e bukur se mrapa, është agresive. Mrapa me pjesa të bagazhi, pse kështu e lezetshme është drita të bukura. Tash i ka ngel me provu RS8-ën, Gëlejn modeli i ri, 63-shën S, edhe na Urus mundësisht, po na gjetët. T'ja bëjmë edhe atyne, ta krahasojmë tamam si është në lidhje me ato. Po për momentin, kështu siç është Forestrada më e shpejt që kena provu deri tash në kanal, më e mira. Edhe i ka gjitha këto gjërat e tjera të komfortit, se dile me masazh, me ngroje, ftoje, që janë gjitha këto materialet mira kanë përdor, nuk është se janë kursy. Tashi, këtë do merr si t'ju, t'ja 70-80.000 euroshe. RS8, X60 me competition, Gëlej 63S, apo Porsche Cayenne Turbo, kështu kupe.